shumë raste për fatkeq është pengesë e praktikimit dinit, e pasimit sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe familja që shumë prej familjeve tona janë familje islame, të cilat i thonë vetit musliman, në shumë raste bëhen pengesë e fëmijëve tyre, të cilat e pasojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Saad ibn Abi Waqqasi, për mua ka zbrit një ajet. Cili ajet? Ajeti ku Allahu thot: wa wasajna l'insana bi walidejhi ihsana. E kemi këshillu njeriun që cilët min dhe i prinderve ti, hamalethu ummuhu wahnan ala wahn, se nana e ti e ka bart atë mund pas mundi, piklim pas piklimi, lodhje pas lodhje, deri sa thot: wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Nëse prind mundohen që ty me të shty me i ba shirk Allahut, ti mos i respekto ata. Pse Allahu ka thonë mos i respekto prindët e tu? Thot Saad ibn Abi Waqqasi, kur e pranova islamin, nana ime u ngrit kundër meje. E pranova islamin, thot nana ime u ngrit kundër meje, edhe thonte: unë nuk kam me ngranë edhe nuk kam me pi, deri sa të vdes. E pastaj të thoj njerëz: Saadi e mbyti nanën e ti. A don ti me thonë që ti e ke vra nanën tënde, unë s'ka me hangër, nuk kam me pi, deri sa të vdes. Krejt njerëz kanë me thonë: Saadi e mbyti nanën e ti. E pastaj fillon mos të hanë edhe mos të pinë. A i aqon të bukën, ajo e gjunte. I aqon të ujin, ajo e dërte. Nuk pranon të me hangër edhe me pi. Kaloj një dit, kaloj dita e dyt. Atëherë Saadi radiallahu anhu tha: oj nana ime, wallahi, tha, edhe nëse Allahu t'jeb 100 shpirtra, edhe nëse i ki 100 shpirta, fa kharajat nefsen, edhe dali shpirtat një nga një, wallahi nuk largohen prej këti dini, wallahi nuk ja kthej shpinën kësaj feje. Atëherë nana e ti e kuptoj që djali i ti ma nuk kthen brapa, nuk e len rrugën e Allahut, nuk e len pasimin e sunetit. Atëherë filloj të hanë edhe të pinë. Ka në shumë raste edhe në familje tona që edhe nana qohet kunder, edhe baba qohet kunder. Pse? Se djali i ti është udhëzu, pse vajza e ti është udhëzu. Subhanallah, a është ky njeri musliman? A është ky prind musliman? Sa që një motër ban pyetje dhe thot: a më lejohet që ta fali namazin banjo? A më lejohet namazin të falin WC? Pse me e fal namazin në të bënd fliqur? A nuk i vend tjetër? Thot: nuk guxoj mu fal prej babës. Me mpa baba tu fal, atëherë ku me di qka bëhet, me hyndo një dhamë me mshel derën, hyn edhe baba me mpa qka jam duke ba. Veç në banjo nuk hyn baba, veç aty kam mundësi mu fal. A më lejohet me e fal namazin banjo? Subhanallah, ky baba jeta është krishter, është jehud, është ateist? Jo, baba im është musliman. Subhanallah, edhe ky është musliman? Edhe ky thot vetit musliman? Jo, wallahi, Allahu subhanahu wa ta'ala thot: dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah. Kjo është për shkak se ata e kanë urrejt atë që e ka zbrit Allahu. Çka bëhet me këta? Fa ahbata a'malahum. Allahu gjitha punt u ban pluhur. Nëse ti e kundërshton atë që e ka zbrit Allahu, atë që është suneti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjitha veprat kanë mundësi me të bë pluhur. Gjithë ky agjerim këtë kohë, gjithë ky namaz, gjithë ky ibadet, nëse e kundërshton sunetin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjitha punt kanë mundësi me të bë pluhur. Një motër tjetër ban pyetje dhe thot: a më lejohet me gënjy babën, me i thon babës që po shkojnë diskotek e me arë në xhami me nguli gjerat? Subhanallah. A më lejohet me i thon babës që po shkojnë diskotek, me i thon po shkoj? Thot baba: shka, nuk është problem. Me i thon po shkoj në xhami, po ngoj ligjerat, po ngoj fjalën e Allahut, hadithin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk më lejon. A më lejohet që ta gënjej babën? Edhe ky thot vetit musliman.
Një motër tjetër ban pyetje dhe thot: nanën ti me duat shkoj ta vizitoj, nuk e kam pa që sa muaj, po baba im nuk lejon që në shtëpinë e ti të hynë dikush me mbules. A lejo ta hiki mbulesën, veç shkoj ta shoh nanën që se kam pa që sa muaj. Subhanallah, zullum, luft, armiqsi kundër kujt? Kundër Allahut, kundër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai prindi I cili e sulmon fëmijën e tij për shkak të sunetit, le të ketë parasysh se rrezik të madh është kur del para Allahut. Ai prindi I cili e lufton vajzën e tij që është mbulu për hir të Allahut, le ta ketë parasysh se një ditë do del para Allahut. E ka mundësi kjo të jetë shkak që gjitha ibadetet t'i bahen pluhur. Sa prej njerëzve I kanë nxjerr fëmijët e tyre prej shtëpis, sa prej njerëzve I kanë nxjerr trit prej xhamis. Pse? Se e praktikon sunetin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Lufta ndaj sunetit është rrezik I madh para Allahut subhanahu wa taala.